Jemi në fund të gushtit dhe në shumë bache prodhimi i domateve dhe kastravecave ka filluar të përfundoj. Por shikoni bachen time. Domatet e vona janë ende të gjelbra, plot me kokra dhe sa po kanë filluar të pishen. Edhe kastraveca që i kanë mbjell në maj vazhdojnë të jenë të gjelbër dhe të japin prodhim. Unë nuk dua që bacha ime të mbaroj në gusht. Dua të mbaj në prodhim deri në vjesht, madje te unë prodhimi vazhdon deri në tetor. Sot do t'ju tregoj çfarë duhet të bëni që edhe ju ta zgjasni prodhimin e baches. 1. Mos e lini bimën pas dore. Gabimi i parë që bëjmë është se sa po fillon fundi i verës mendojmë se puna në bache mbaroi. Pikërisht tani duhet t'u kushtojmë edhe më shumë vëmendje bimëve që vazhdojnë të prodhojnë. Hiqeni gjethet e thara, gjethet e dëmtuara dhe pjesët që nuk janë më të shëndetshme. Mos e lini bimën të harxojë energji për pjesë që nuk i duhen më. Por kujdes, mos e zhveshni bimën duke hequr shumë gjethe. Gjethet e shëndetshme janë të rëndësishme për zhvillimin dhe pjekjen e frutave. 2. Ushqeni bimët. Nëse duam prodhim deri në vjesht, bima duhet të ketë ushqim të mjaftueshëm. Pas një vere të gjatë, toka dhe bima janë lodhur nga prodhimi i vazhdueshëm. Prandaj mund të përdorni kompost të pjekur ose plera të përshtatshëm për perimet sipas nevojave të tokës dhe bimës. Mos mendoni se më shumë ple do të thotë më shumë prodhim. Sidomos me domate, teprica e azotit mund të nxjisë gjethet dhe degët në vend që të favorizoj frutat. Qëllimi është një bimë e ushqyer mirë, jo një bimë e mbingarkuar me plera. 3. Mbjelljet e vona. Një nga mënyrat më të mira për të pasur prodhim në vjesht është të mos mbështetemi vetëm te mbjelljet e pranverës. Unë kam bërë edhe mbjellje të vona. Kastraveca që shikoni këtu, unë i kam planifikuar si perime që përshtaten me sezonin e freskët, si sallata, spinaqi, rukola, rrepa dhe disa lloje të tjera në varësi të klimës së zonës suaj. Sekreti është të mendoni për prodhimin e ardhshëm përpara se prodhimi i tanishëm të përfundojë. Mos prisni që bacha të boshatiset për të filluar mbjelljet e reja. Ujitja. Në fund të verës, ujitja bëhet më e rëndësishme, por nuk do të thotë të ujitim pa mas. Ujitni sipas temperaturës, tokës dhe nevojave të bimës. Është më mirë që uji të shkojnë te toka dhe rrënjët, jo të lagen vazhdimisht gjetja. Edhe një këshill shumë e rëndësishme. Mos bëni kalime të menjëhershme nga thatësira në shumë ujë. Ndryshimet e mëdha të lagështisë mund të stresojnë bimët dhe te domatet mund të favorizojnë edhe çarjen e frutave. Një shtresë mulçi rreth bimës mund të ndihmojë në ruajtjen e lagështisë së tokës dhe në uljen e avullimit. 5. Prashitja dhe ajrosja e tokës. Mos harroni tokën. Një prashitje e lehtë sipërfaqësore mund të ndihmojë në kontrollin e barërave të këqija dhe në ruajtjen e një sipërfaqeje më të përshtatshme rreth bimës. Por, mos punoni thellë pranë kërcellit, sepse mund të dëmtoni rrënjët. Mbajini tokën të pastër nga barërat që konkurrojnë me bimët për ujë dhe ushqyes. 6. Vendosini bimët në mbështetëse. Domatet dhe kastraveca që vazhdojnë të rriten kanë nevojë për mbështetje. Mos i lini degët të shtrihen pa kontroll mbi tokë. Lidhini me kujdes në mbështetëse dhe kontrollojini rregullisht, sepse sa më shumë fruta të ketë bima, aq më shumë peshë mbajnë degët. Kjo ndihmon edhe në mbajtjen e bimës të rregullt dhe në përmirësimin e qarkullimit të ajrit. 7. Krasitja. Krasitja duhet bërë me mas. Hiqni pjesët e thara, të sëmura ose shumë të dëmtuara.
Te domatet mund të hiqni edhe disa lastar të panevojshëm, sipas mënyrës së kultivimit që përdorni, por mos bëni krasitje të fortë vetëm sepse jemi në fund të verës. Një bim që do të vazhdoj të prodhoj ka nevojë edhe për gjethet e saj të shëndetshme, pa krasitje e zgjuar, jo krasitje e tepërt. Dhe e teta, kontrolloni bimët për sëmundje dhe dëmtues. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Në fund të verës, pas një periudhe të gjatë me temperatura të larta, lagështirë dhe prodhim të vazhdueshëm, duhet t'i kontrolloni bimët rregullisht. Shikoni pjesën e poshtme të gjethjeve, kërcellin dhe frutat. Nëse shikoni njolla, gjethë të dëmtuara, insekte ose shenja të tjera të pazakonta, ndërhyni sa më herët me metodën e përshtatshme për problemin. Mos përdorni trajtime pa e ditur më parë se çfarë problemi ka bima dhe gjithmonë ndiqni udhëzimet e produktit nëse përdorni një preparat të gatshëm. Pra, nëse doni që baçja juaj të mos mbarojë në gusht, mos e braktisni pikërisht tani. Ushqejini bimët në mënyrë të përshtatshme, ujitni sipas nevojës, mbajini tokën të pastër, kontrollojini për sëmundje e dëmtues, vendosni në mbështetëse, sezoni prodhimit mund të zgjatë. Shikoni këto domate ende të gjelbra plot me kokra dhe këto kastraveca ende të njohur dhe në prodhim. Kjo është arsyeja pse unë nuk e quaj gushtin fundin e baçes. Për mua gushti është momenti kur filloj të mendoj seriozisht për prodhimin e vjeshtës. Nëse dhe ju doni një baçe që të vazhdoni prodhimin, mos e lini pas dore për tani. Nëse të pëlqeu video, bëj like dhe shpërndaje me miqt. Më shkruaj në komente, a ke në baçe domate dhe kastraveca të